Partia Demokratike zgjodhi mbrëmjen e mërkurës ekipi me cilin Sali Berisha do të udhëheqë forcën më të madhe të opozitës drejt zgjedhjeve lokale, më pas drejt zgjedhjeve parlamentare. Shqiptarët kanë pa dhe shohin një forcë politike që ka vendosur votën e lirë të saj në themel të ndërtimit dhe të funksionimit. Slogani i liderit historik të demokratëve në këtë proces zgjedhor ishte ri për të rritje, por megjithatë Berisha vendosi të mos bëjë ndryshime në postet kyçe në parti. Flamur Noka u zgjodh sërish sekretari i përgjithshëm dhe numri 2 i Partisë Demokratike në një garë të lehtë për të, pasi përballë kishte Sajmir Koreshin. Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarkaj do të jenë sërish në kryetar të Partisë Demokratike. Berisha vendosi që të dy politikanët të mos si fusë në votim, duke argumentuar se ata e marrin detyrën për shkak të posteve që mbajnë në parlament. Gazmend Bardhi si kryetari i grupit e Gjekmarkaj si nënkryetari i kuvendit. Berisha vendosi të shtojë numrin e nënkryetarëve të PD-s duke i bërë 5. E nga sot nënkryetarët të PD-s janë këshilltari i grupit Nikola Kedi dhe Risa Bajaziti, e cila jeton në Bruksel. Nënkryetari 5 do të jetë Belin Kolliçi, i cili fitoi përballë Luciano Boçit. E vetmja përballje reale që u zhvillua këtë herë në Partinë Demokratike. Siç e shihni, ka një ripërtritje të madhe me personalitetet ndër më të shquara të fushave të tyre në drejtimin e Partisë Demokratike. E tashmë që zgjedhjet brenda PD-s përfunduan, betejë më e rëndësishme për forcën më të madhe të opozitës janë zgjedhjet lokale. Berisha shfrytëzoi konferencën me gazetarët për të akuzuar kryeministrin Edi Ramën se po ndryshon në mënyrë të njëanshme numrin e bashkive dhe hartën territoriale të vendit. Edi Rama, Partia Socialiste do të shkojë Veças. Ajo është pasaj zgjidhja e tyre, jo e jona. Ne qëndrojmë kundër variantit paraqitur nga ata, kundër formës ekzistuese. Zgjedhjet e ardhshme vendore sipas ligjit do të mbahen në periudhën mes 15 prillit dhe 15 majit, e pritet që të dominojnë debatin politik në sezonin e ri që do të nisë në shtator. Çdo lavdrim, çdo gjë